Mbrëmjen e 28 qershorit, babai im nuk kthehet më në shtëpi. Në Durrës, kur një marinar nuk kthehet në shtëpi në darkë, zakonisht ka dy arsye. Ose është ende në det, ose është ulur për të pirë një birë. Por jo në rastin që do ju tregojmë, kur gjërat kanë marrë një kthes tragjike. Puna ti në portin e Durrësit konsistonte me të qenërit në det të hapur nga minimumi 3 ditë, por edhe maksimumi deri në 15 ditë në raste shumë të rralla. Babai im ka punuar në atë pozicion pune për 30 vitesh. Unë jam lindur dhe rritur me babain tim duke bërë atë lloj pune. Gjatë gjithë kësaj kohe, unë dhe familja ime nuk kemi kontakt me babain për shkak sepse nuk ka valë në det të hapur. Ditën e 28 qershorit, baba im kthehet nga deti i hapur dhe zbret në portin e Durrësit dhe takon maman time dhe i thotë që në darkë do kthehet në shtëpi pasi të mbarojë detyrimet që ka në port në Peshkareq. Mirë, po atë mbrëmje babai nuk u kthye, duke na alarmuar. Por me kalimin e orëve, ky shqetësim do të zbehej disi, sepse në takimin me bashkëshorten, pasi kishte zbritur në port, Arbeni kishte thënë këto fjalë. Un kam plan të largohem me një anije më të madhe peshkimi që niset nga Vlora dhe qëndron në det e hapur minimumi 15 ditë dhe maksimumi 1 muaj. Babai kurrë më përpara nuk ishte ikur për një periudhë më gjatë kohore se 15 ditë dhe as unë, as mami, as motra nuk ishim dakord për këtë gjë. Mirë, pa ishte vendosur për ta bërë këtë gjë. Familjarët ngushëlloheshin me idenë që Arbeni mund të ishte nisur sërish për në punë, por paralel me akrepa që lëviznin, Mirakusta vinte dhe shtohej. Ndaj, me të gdhire nesërmja, ata interesohen te kolegët e babait pranë portit të Durrësit, të cilët ja shtojnë dyshimet se diçka mund të ketë ndodhur. Ata na konfirmuan që Ania nuk ka dalë sërish në det. Kjo gjë na alarmoi dhe ju drejtuam komisariatit të policisë të plazhit të Durrësit, konkretisht tek zoti Luftim Lleshi. Fillimisht tha që është shumë herë për ta deklaruar të zhdukur ose të humbur, mirë po ai do niste nga puna për të kërkuar. Paralelisht me policinë, edhe familjarët e Arbenit nisën intensivisht kërkimet e tyre. Në zonën ku ne jetojmë, në familjen tonë të gjerë, tek kushërinjt, tek të afërmit, në port, në Durrës dhe përtej zonave të Durrësit. Dhe fakti që ne nuk kishim asnjë gjurmë dhe asnjë informacion për babain, sërish dyshimet na çonin të mendonim që është nisur me këtë anije në Vlorë. Krahas kërkimeve, të afërmit e Arbenit bëhen të vëmendshëm edhe ndaj kronikave televizive, që të mund të zbulonin diçka për fatin e kryefamiljarit. Lajmet nuk kishin asnjë informacion. Aksidente nuk kishim dëgjuar fare as në zonën tonë, as në Durrës. Ashtu sikurse edhe institucionet, të gjitha ato që u drejtuam, nuk na dhanë ndonjë informacion për Arben Bykun, që të rezultojë i humbur, i burgosur, i plagosur ose diçka tjetër. Komisariati i policisë së plazhit të Durrësit, Komisariati i policisë në Durrës dhe Spitali i Durrësit. Këto kanë qenë 3 vende që ne kemi kërkuar vazhdimisht. Unë, mami, motra, por edhe hallat tona. Zoti Luftim Lleshi na e siguronte që është duke kërkuar babain kudo dhe nuk rezulton askund. Kur thua kudo, çfarë në kupton? Ai na siguronte që ka qenë gjatë gjithë kohës i koordinuar me policinë e Durrësit, me stafin e tij që janë në terren, me morgun e Durrësit, por edhe me spitalin e Durrësit. Sipas zotit Lleshi, nëse diçka e keqe do kishte ndodhur, këto 4 institucione do ishin të parat që do e dinin. E kujt nuk do të jepnin siguri, to fjalë të thëna nga një funksionar i policisë, tek i cili familjarët e të humburit trokistin çdo ditë. Ose 2 herë në ditë, përgjigjet e atij sa vazhdonin dhe bëheshin më të zbeta. Dhe zoti Luftim Lleshi i bashkoi dyshimeve tona që babai mund të jetë në det të hapur. Pas sa ditësh ra dakord shefi që babai yt pas ka dalë në det të hapur? Që javën e parë ose 9 ditëshin e parë. Duke qenë gazetar në profesion, Klinsmani nisi të kërkojë prova konkrete të korrespondencës që oficeri i komisariatit kishte patur me institucionet e tjera. Konkretisht me policinë e Durrësit dhe me spitalin e Durrësit. Ndonse ne shkonim dhe vetë fizikisht për të interesuar dhe nuk kishte informacion, zoti Lleshi gjithmonë na siguronte që ne jemi duke kërkuar, por asnjëherë nuk shfaqte prova të kësaj pune që ai supozonte që po bënte. Ndërkohë tek komisariati i policisë së Durrësit, sa herë që shkonim, na thonin, nëse do kemi një informacion, do e dërgojmë tek komisariati i policisë së plazhit të Durrësit. Atje ku keni bërë denoncimin për herë të parë, atje duhet të vazhdoni të drejtoheni. Ndërkohë tek spitali i Durrësit nuk kishte asnjë informacion për Arben Bykun. Gjithashtu edhe në morgun e Durrësit. Praktikisht një person i zhdukur pa lënë asnjë gjurmë. Ndërkohë kaluan pothuajse 15 ditë që ishte afati limit i qëndrimit në det dhe babai i Klinsmanit nuk po kthehej. Prandaj, familjarët detyrohen që kërkimet t'i shpërndajnë edhe jashtë Durrësit. Dyshimi im i parë ishte spitalet në Tiranë, por edhe morgu i Tiranës. Ndërkohë, tek morgu i Tiranës, duhej një procedurë shumë e veçantë që të identifikosh një trup. Unë dhe familja ime duhet të kishim një firmë nga Komisariati i Policisë së Plazhit të Durrësit dhe një OPG që e caktonte sërish po ky komisariat. Ndërkohë, kur unë i kërkoja zotit Lleshi një firmë dhe një OPG për të shkuar në morgun e Tiranës dhe për të hequr dyshimet tona të fundit që babai mund të ishte atje, zoti Lleshi na siguronte që ai ka kërkuar
atje dhe nuk ekziston asnjë person me emrin Arben Byku. Madje, nga kontaktet e mia në morgun e Tiranës, mua më bëhet ditur që ekziston një Arben, por jo më shumë. Kemi informacione që janë 3 trupa të pa identifikuar në morgun tek në Teresa, e dyshim që një nga ato trupat mund të jetë për familjar Arben Byku. Se shkon për Arben Osman, për mua shkon gabim, është identifikuar ajo. Jo Byku. Ai që është në morg është Arben Osman. Vetëm një është në morg i pa identifikuar. Mua më duk një gënjeshtër shumë e madhe. Dhe unë si besova asnjë fjalë nga ato çfarë tha. Ndaj këmbguljet e mia vazhduan akoma më shumë. Ne nuk do vazhdojmë derisa të shohim që nuk është një. Absolutisht po, ky është kallëzimi i gjatë. Deri ku kemi avancuar me kërkimet? Reali është dërguar në prokurori, por verifikimi në burgun e Fierit, në burgun e Rrugëzhinës nuk ekziston. Sa i serova dhe mofi. Ai trup që ka i transitar. Ka i kocidet. Po. Emri pa, apo ai është datimi tjetër, po këtu bie poshtë. Ju keni ndonjë dyshim i dëruar? Them se mund të ketë një ndërmjet. Po kjo është linja personale. Gati 20 ditë i humbur, asnjë shenjë jete nga 55 vjeçari, edhe pse pretendohej se kërkimet nga institucionet nuk ishin ndalur në asnjë moment, dhe dyshimi i vetëm i oficerit na qen ka se babai pas ka braktisur familjen e tij për një femër. A ishte alibi mjaftueshme kjo për të mohuar kësaj familje edhe firmën që ishte e domosdoshme për të kërkuar te vendi i vetëm ku ata nuk kishin deportuar dot? Zoti Lleshi pretendonte se ai nuk mund të lëshoj firma çdo kujt që mendon se ka një të afërm të tij në morgun e Tiranës, dhe ai më siguronte që ai i ka identifikuar trupat që kanë ardhur në morgun e Tiranës. Arben Byku, që është babai im, nuk ishte aty. Ai kishte foto të babait, ai kishte komplet të dhënat e babait dhe ai kishte komplet interesin e familjes së vogël, por edhe familjes së madhe të babait tim. Të gjithë dajat, xhaxhat, hallat dhe kushëritë e mia. Në çdo vend normal, në çdo rast të ngjashëm, pavarësisht fotove, objekteve personale, madje edhe dokumenteve të identifikimit të një kufome në morg, policia thërret gjithmonë një familjar për t'u siguruar, por jo në këtë rast. Bashkëpunimi nga ana e tij ishte zero. Ndërkohë ne kërkonim vetëm një firmë, Zoti Lleshi pas shumë këmbguljesh ma dha të firmën, mirëpo nuk më dha një shef OPG-ja. I cili, sipas detyrimit ligjor, duhet të shoqërojë me patjetër në morg, sepse në të kundërt nuk pranohesh. Shefin e OPG-s unë e sigurova nga drejtoria e përgjithshme e policisë. Pse nuk ta dha një OPG, se nuk e kuptoj. Ç'është justifikimi? Nuk e di. Mendoj që vazhdonte të na pengonte ne në kërkimet tona të pavarura. Po çfarë thonte? Se një justifikim ta jepte në momentin që e pyesje. Nuk kam askënd disponibil tani, sepse ka qenë periudhë vere dhe me iden janë në terren. Një justifikim banal, kur bëhet fjalë për një person të zhdukur dhe familjen e tij, që nuk kresh se trokituri asnjë ditë të vetme në derën e komisariatit. Për javësh tashmë. Pasi mora firmën nga Zoti Lleshi dhe pasi e gjeta vet OPG-n, unë dhe familja ime u drejtuam tek morgu i Tiranës. Vetëm një person lejoi të hynte nga familja. Pasi hyra tek dhoma ku mbaheshin trupat e pajet, personi që punonte aty më tregoi 3 trupa të pa identifikuar. Se shkon për Arben Osman, për mua shkon gabim, është identifikuar ajo. Jo Byku. Ai që është në morg është Arben Osman. Shefi ishte i sigurt që trupi i babait të Klinsmanit nuk ndodhej në morgun e Tiranës, pasi këtë e kishte konfirmuar nga vetë kërkimet që ai ka bërë. Por në këtë histori, siguria më e madhe është që ai ka gënjur. Njëri nga ato trupa ishte babai im i ndjer, i cili ndodhej aty prej javësh, i ardhur i pa identifikuar nga Spitali Ushtarak në Tiranë. Çfarë kishte ndodhur Klinsman? E vërteta ishte që baban tim e kishin përplasur tek ura e Delanit mbrëmjen e 28 qershorit. Pra të ditë që nuk u kthye në shtëpi. Po. Pas identifikimit, tërheqjes së trupit dhe ceremonisë së varrimit të babait të ndjer, për Klinsmanin dhe familjen nis një tjetër sfidë, drejtësi për ngjarjen që u fsheh për një muaj. Ky mund të ishte një lloj amaneti i 55 vjeçarit, i cili u nda nga kjo jetë, pa patur pranë asnjëri nga familjarët. Dhe si të mos mjaftonte kjo, kufoma e tij u la të dërgjësi e pa identifikuar për 10 ditë në morgun e Tiranës, sikur të mos kishte asnjë të afërm. A nuk është makabre kjo? Ti, ke pyetje, ka një milion ti do blicide, ke zonë. Ka një si shumë parfoa si jo. Te, jo. Vrasje, jo. Spital, Durrës, jo. Spital Tron, sa të shkojnë të në Tiranë. Si pyet, po pyetja dhe do i norma. A ka një aksident se pyet, a ka një vrasje, a ka një vetëm dhe, du të thotë sa alla por, një aksident ka të akoma së ka që mullet me mu, më zënë që jonë ty, hajde me mu, më kejtë policisë, ikin ke spitali, e qajnë në ati më zënë dhe më supose me, e ka mund për të ty një konë të një. Habe, e më të thonë, do të identifikoj si të identika unë baba, kur e filmi. Një ngjarje e rëndë me pasoj vdekjen e një qytetari, për të cilën nuk janë njoftuar familjarët e viktimës. Kjo është kriminale. Por tani, le të kuptojmë pak rrethanat në të cilat ka gjetur vdekjen 55 vjeçari. Aksidenti ka ndodhur në orën 23:45 të mbrëmjes,
kur Arben Byku ka qenë duke ardhur nga drejtimi i stacionit të trenit drejt plazhit të Durrësit, ku është shtëpia jon. Ka ecur tek pjesa komisorëve të Shmajtas. Dhe më pas, nga aty tek vijat e bardha që ndodhen tek rrethrotullimi, që ti duhet të kalosh për të kaluar në anën tjetër të plazhit të Durrësit, babai ka kaluar aty dhe babai është përplasur aty nga Enio Likmeta, një djalë nga Durrësi, i cili sipas OPG-s, e komunikimit që ne kemi patur me familjarët e tij, në momentin e përplasjes, ata e kanë marrë në makinë, e kanë dërguar tek spitali i Durrësit dhe babai ka qenë në kushte aq të rënda saqë spitali i Durrësit e ka dërguar direkte tek ushtaraku në Tiranë. Ndërkohë policia e Durrësit ka sekuestruar mjetin e Enio Likmetës, në cilin përplasi babain tim, dhe Enio është vendosur në arrest shtëpiak. Nga momenti që është përplasur, nga 28 qershori, deri sa ditë ka ndenjur në spital te ushtaraku? Sipas OPG-s babai ka ndenjur për pak ditë, ndërkohë sipas babait të Enio Likmetës, babai aty ka ndenjur për më shumë se 2 javë në gjendje shumë të rëndë në një tubim. Dhe pasi Kush i ka qëndruar aty? Familjarët e Enios. Sipas babait të Enio Likmetës, babai nuk ka pasur asnjë identifikimi. Këtë gjë e konfirmon edhe OPG-ja, por edhe zoti Luftim Lleshi, i cili deri në moment fundit nuk kishte as informacion, gjë të cilën ne nuk e besojmë. Ka qenë karta e identitetit, ka qenë karta që duhet kishte për në peshkim, ka qenë portofoli i tij. Për tek tyre që djali të ndjerit thot, edhe sikur Arben Byku të mos kishte asnjë mjet identifikimi, pas denoncimit në polici të familjarëve, a nuk kishte informacion që një person është përplasur me makinë dhe ndodhet në spitalin e traumës në Tiranë? Imagjinoni pak që 55 vjeçari i ka kaluar ditët e fundit të jetës pa patur praj njerëzit më të dashur. Ndërkohë, djali, vajza, gruaja janë privuar që t'i japin përqafimin e fundit. Në moment që ne zbuluam babain në morg dhe u kthyem sërish në komisariatin e policisë të plazhit të Durrësit sepse duhej sërish një proces verbal që ne të tërhiqim trupin, babai pas ka qenë pa identifikuar dhe ndaj ka qenë kaq e vështirë që babain ta gjenin. Ndërsa Arjan Qesja, oficeri i policisë gjyqësore në komisariatin e Durrësit, tregohet i qartë në të gjitha procedurat që janë ndjekur. Kamerlojku më i madh i këtyne këtu është që pse nuk pyesin valla. Ne jemi këtë dorim ataj. Ti çfarë pyet? Nisën në suqet, me 30 suqet. Erda tani, erda ta 2, erda ta 3, ti çfarë bësi fotografici? Ke vujtim zjam, ke pyet në dori apo? Ora ka dalë aksident. Sepse është komunikat por që do të thonës. Akoma i pa identifikuar. Komunikata që qohet në sallat operative, ajo komunikat shkëndon ke gjithë shefat. Më plazh, më shjap çaka. I shkoj drejtorin, i shkoj në drejtorin, i shkoj gjithë. I ka shkuar aty plazhit. Pa e shohin gjithë në komunikator, e i plazhit, i shkoj medi. Ta zonë se ka ba. Kemi shkuar ne për ditë. Po i shkoj transi. Po vjen gjithë. Se ti ke shkuar tre herë. Për ditë. Aq më shumë. Një pafundësi element është të mjaftueshme që oficeri i komisariatit të plazhit të njoftonte familjarët, gjë që nuk e ka bërë. Mendimi im është 100% i plazh. Shefi i sektorit i policisë rrugore që vjen. Shefi i argullimit 2, unë oficer i policisë gjyqësore 3. Sis na kanë kontaktuar si nga doktor. Me na baston atë neve, se është boni kallëzim, nuk si më shpëta vase unë. Po shoku, po shtihet robi. Ne do hazi të kush ka buqallëzim. Ku e ke? Emën, numër telefoni. Dhe telefonin. Hajde, kanë sistem të po është i tupim. Ky pakim me mua. Me kishim gjak. Me vizion edhe një sekond më jau. Ora sa ka thënë kush? Fare më, fare zero. Po të pyet shti kriminatorin edhe policin që po shërbim. Mund të kem çfarë 50 herë, a më shkoni, a ka herë njëri mu kujdesu për filamin, ja. Nga sa dëgjojmë, duket sikur oficeri ka qenë gjatë gjithë kohës në merak pse nuk po vinë familjarët dhe për këtë akuzon komisariatin e plazhit. Por djali i të ndjerit ka dyshimet e tij. Ne ke komisariati i policisë të Durrësit kemi shkuar dhe jemi interesuar dhe nuk e kemi patur as informacion lidhe me këtë aksident. Deri në moment që ne zbuluam që babai ishte vdekur dhe ndodhej në morg i pa identifikuar. E gjithë kjo mua më bën të dyshoj që ka patur një bashkëpunim. Kush konkretisht? Konkretisht me zotin Luftim Lleshi, zotin Arjan Qesja që është OPG-ja dhe familjarëve të Enio Likmetës, që situata të mbahet sa më shumë e fshehur, që të manipulohen provat dhe të bëjë një akt ekspertizë me deklarata të rreme që nxjerr që Enio Likmeta ka qenë në një shpejtësi 40.2 km/h në moment që ka përplas babain. Dhe faji ka qenë i babait tim të ndjer. Pasi Klinsman ka marrë në dorë akt ekspertizën që nxjerr fajtor babain e tij, dyshimet janë shtuar. Prandaj ka kërkuar ribërjen e një akt ekspertize tjetër, e cila hodhi poshtë komplet përfundimin e akt ekspertizës së parë, që Enio Likmeta ka qenë me 40 km/h, por ka qenë me 70 km/h në një zonë që nuk lejohet pasi ka afër vijat e bardha, por edhe një rrethrotullim dhe aksidenti mund të ishte shmangur nëse Enio mund të kishte frenuar më shpejt pasi rruga është e drejtë dhe ka fushpamje.
unë dyshoj që ky ishte qëllimi i tyre që ta mbani sa më gjatë të pa identifikuar që ne mos kishte mundësi që të kundërshtonim këtë akt ekspertizë të parë që ishte një farsë e madhe. Këtu e vërteta nisi të zbardhet dhe natyrisht familjarët e Arbenit nuk u ndalën me aq. Personi i parë që unë ballafaqoha për gjithë këtë farsë ishte zoti Luftim Lleshi, personi i parë ku ne kemi denoncuar humbin e babait. Ndërkohë babai dergjej atje dhe zoti Luftim Lleshi thotë që nuk na shkoi mendja. Ke bëri gabim shumë nasi më tha morgu, nga rajoni i policisë së plazhit nuk kam. Ti thua nuk më shkoi mendja. Kur nuk e ka dhënë një gjë, një time. Dhe prandaj s'ke pas veprimin. Dje të marr telefon njerëzit. Dje ka qenë 27 korrik. Mami im ku ka ardhur? Ka ardhur 28 qershor dhe e ke plotsu. Është e vërtet? Po. Si ka mundësi që 28 qershor deri dje vetëm dje pas të prish me pyetje ke burgu tjerë më se. Mos u bësh i kërkesë. Jo, shoh se s'ke bër punë Luftim. Punën s'e ke bër. Ti s'ke kontrolluar ke morgu Tiranës. Babai im ka ke morgu Tiranës që me 19 korrik i 2025-s. Është shumë e vërtet. Po. Është shumë e vërtet. Pse s'ke kontrolluar ke morgu? Pse ke çuar një kërkesë? Se ti dhe ke morgu më kanë thënë që nuk është Arben Byku. Është e vërtet. Çuar kërkesën. Me email ose me post? Po a ishte po ja e çova unë. Se ata e ka pas të pa identifikuar. Po pra, dhe shkoja unë identifikoja, po ju më thoni që i kemi identifikuar ne dhe nuk ka. Edhe nga shkresa unë do kisha shkresën tani këtu që na tregoj ti dhe nuk e marr shkresën se ke bë kërkesën. Shkova unë pas trupa të holla që ishte babi. Ti si shef nuk e kishe bërë punën të Luftim. Unë e varros nesër babin. Po e varros, pa i çajt siç e kishte dhënë pamet. Po ti ka unë po të flas shqip që s'u shkoi kurrë me ndonjë gjë të tillë për aksident. Se ishte marrë fesht. Po një person kur humbet ose aksidentuar ose kanë vrarë ose zhdukur. Ke kjo paktën a bin ta që duhet kishe bërë kërkesë ke morgu? Se se ke bërë çat ka ndalu? Atë ka ndalu njëri? S'bën fjalë nuk është Ai që ka kryer aksidentin, ose jo fare më miku. kërkesa që do kishe bërë, do kishe vendosur një foto. Edhe ato do i kishin thënë, Arben shumë bukur, më thoje që ka dhe shkoni verifikoni. Ti ke thënë që aty është Arben në span Ka dhënë spitali ushtarak ditën njoftim. që Me telefon. Po ne po flasim për morgu, jo për spitalin ushtarak. A duhet të mbaj dikush përgjegjësi për këtë skandal që ka shokuar një familje të tërë? Përshëndetje, si kalove? Unë jam Matilda Prendi. Unë dua të di ku ka qenë vështirësia, problemi që nuk është gjetur trupi. Se zhvonu të si faj nuk e gjejon. Jo, e di ti, sepse e di ku e di ti. Ti ke thënë këtu që faji është i plazhit, sepse ata nuk kanë bërë asnjë veprim. Jo faj. Fajin e ka 100% ata? Jo faj. Nuk kam thonë. Ata s'kan bërë asnjë punë, thua ti. Po shoku. Të lutem. Denonцimi është bo direkt atje. Ata duhet ta ndjekshëm. Faj apo faj dikush e ma, domethënë është shefi që i ndjek këto gjëra. Me pak vështirësi, oficeri i policisë gjyqësore e pranon se ku shndron problemi në këtë padrejtësi që është bërë familjes Byku. Ndërsa më pas, ai tregohet mjaft i qartë për atë çfarë ka ndodhur. Ti thuaj që ata nuk kanë pyetur në asnjë moment plazhit e ju. Po të më kishin njoftu, Po. ata, unë do e veshë ujtin, por e kam unë një. Ata verifikojmë për shënë këta prindrit, interesuarit. Domos sipas detyrimit ligjor do të njoftojnë ata juve. Kë do të njoftojnë ata? Po do të njoftojnë detyrin këtu, Po. që është bërë një ankimin. Ato se kanë Për bërë. një tumbër. Atë flasim, ku ka tumbër, ku s'ka. E kuptoj. Atë është një aksident, por e kur ka ndodhur? Ka ndodhur me këtë datë. Ankimi imi ku është bo? Është bo 5 ditë, 6 ditë më mrapa. Një muaj më mrapa. Hajde ta skidhim. I sigurt që nuk kanë sjell asnjë lajmërim te ty? Po të kishin sjellë emrin unë nuk mund lej, unë një kufam. Me lën pa identifiku. Po çfarë interesi kam unë këtë punë? Është turp i herë që unë ta di edhe mos të vej ujtim zjat. Ju keni qenë te spitali të ushtaraku? Ja, S'keni qenë ju? ja. Po pse Kjo është kam qenë në të tjera. Kam qenë po s'm kalon me. Okej, shiko çfarë thua. Nuk len me. Kam qenë shumë herë thua ti, kam folur me ato policin atje, Po, edhe ai kam po folur pra me tani policin. ke qenë një herë apo s'ke qenë? Po kam folur me Ke qenë shumë herë. policin, kam shku, jemi interesu. Kur? A ka në ardhas këpo s'maj me ndoja, mas i jave, a mas të ka ditë. Jemi herë? interesu edhe me policin. Kam në trutëm që ose do vi një person të interesohet. Do mjaftoni Po. që edhe unë. Ata s'ka njoftuar asnjë moment. Absolutisht. Në spital nuk ka shku njëri më interesu. Ka shkuar familja, e interesuar. Po që se ka shku familja dhe ata si kanë thonë, Kujt është faji? Është i spitalit. autoritetit. Në fakt, nëse flitet për faje, fajin më të vogël e ka spitali. Sepse, policia njoftuar për zhdukjen e Arbenit do të duhet të bënte të gjitha verifikimet e nevojshme që mund të ndihmonin në gjetjen e tij. Gomarllëku, më fal që po të citoj. Gomarllëku, Gomarllëku nuk kam thua përmend ti- Gomarllëk. E ka thënë pra tash. Gomarllëk. Ja. Gomarllëku më i madh këtyne këtu. Shumë mirë, pse nuk pyesin, e kam thënë shumë mirë. Po çka ka këtu? S'ka më fundu njëri. Ka shef sektori i krimeve, shef i krimeve, shef i qarkullimit. Njoftohen shefat për kac. Ti ke thënë qas shefi i qarkullimit, as rrugores, as kush nuk është njoftuar. Nuk kemi marrë njoftim. E tmerrshme. I gjenë qofse ne kena marrë njoftim. Atëherë përgjithësia pikëna. Ka pasur raste të tjera që janë gjetur edhe mos dëmues. Kjo nuk është për të krenuar. Nuk është as për të krenuar, as për ta sjellë si shembull. Jo, nuk është. Po flas.
për krenim. Po kemi pas edhe raste tjera. Por t'interesu unë, pakin si person, unë kam lënë burë pa lujt. S'kam pas informacion dhe s'kam pas. Me fatkesin e tjetrit është gjinaf. Pavarësisht se me rezerva dhe disa kontradikta, ky oficer policie ka treguar disa të vërteta për metodat as pak profesionale me të cilat operohet në disa sektor të uniformave blu, siç ka vepruar edhe oficeri i komisariatit të plazhit Durrës, Luftim Lleshi. Do t'ju pyesja, pse keni neglizhuar punën tuaj për të gjetur trupin e Arben Bykut? S'kam neglizhuar gjë, vazhdo. Çfarë si nuk keni neglizhuar? Jeni ju ai që ka ardhur familjarët e Arben Bykut e dera çdo ditë? Jeni ju që keni thënë nuk më ka shkuar mendja? E gjithë përgjegjësia është e juaja dhe ata nuk kanë mundur të japin përqafimin e fundit, të qëndrojnë pranë momentet e fundit. A do mbani ju përgjegjësi për këtë? A mendoni se jeni i aftë zoti Luftim për të mbajtur pozicionin tuaj? Kam kryer gjitha veprat. Asgjë nuk e bër. Të lutem, nuk e kontrolluar në asnjë moment. E ke thënë me gojën tënde, nuk ka shkuar mendja. Zoti Luftim, pse nuk e keni bërë punën tuaj? Çfarë ju ka penguar? Kam bërë gjitha veprat. Pse nuk e keni punuar me gojën tuaj që se keni bërë punën? Dhe kjo është e tmerrshme. Që lini familjarët në atë lloj gjendje. Të gjitha këto gënjeshtra, gjitha këto farsa, gjitha këto manipulime, jam shumë i sigurt që janë bërë që akti ekspertiza e parë të dali ashtu sikur se doli dhe ne të mos e kundërshtonim brenda afateve ligjore. Nëse çështja do ishte vënuar akoma më shumë, babai ose do vazhdonte të rrinte i pa identifikuar në morgun e Tiranës, ose do varroste i pa identifikuar dhe policia do dilte me një përfundim që ka humbur në det si humbin shumë peshkatar. Dhe ne nuk do kishim një varr ku ta qanim babain ton.